Madhështia e tij qëndronte tek fakti se çdo fjalë që ai thoshte ishte aq bukur e harmonizuar dhe me veprat dhe sjelljet e tij në shoqëri. Nëse fliste për durimin, ai ishte njeriu më i durueshëm. Nëse fliste për bamirësinë, ai ishte njeriu më bojar. Nëse fliste për modestinë, ai ishte më i përuluri ndër gjithë njerëzit. Dhe kjo e bënte ndikimin e tij dhe më të fortë tek zemrat e besimtarëve dhe në ato momente njerëzit u afronin më shumë tek ai sepse ato kërkonin jo vetëm këshilla, por të shihnin dhe parasyve që kjo këshill është bërë një shembull i gjallë. Një nga cilësitë më prekse të këtij imami ishte kujdesi që ai kishte për të afërt, të varfrit dhe nevojtarët. Në të vetë qeta, kur shumica e njerëzve pushonin, ai dilte fshehur razi për të ndihmuar familjet që kishin nevojë. U çonte ushqim, u çonte ndihmë dhe largohej pa u njohur. Nuk kërkonte falënderim dhe asnjë lavdërim, sepse ai mjaftohej vetëm se Allahu të dinte veprën e tij dhe ta shpërblente Zoti i gjithësisë. Sa zemra të mërzitura janë gëzuar nga duart e këtij imami. Sa lot janë kthyer në forcë dhe në lumturi. Sa familje kanë gjetur shpresë në errësirën e varfërisë. Kur njerëzit mësuan më vonë se ai ishte ndihmuesi i tyre i fshehtë, u prekën shumë. Ata kuptuan se njeriu i madh nuk është ai që flet për veten, por ai që bën shumë për të tjerët në heshtje. Ky mësim është i vlefshëm edhe për ditët e sotme. Në një kohë kur shumë vepra bëhen për t'u parë nga njerëzit fatkeqësisht dhe kanë harruar atë gjën themelore të veprës, cila është që ti të bësh mirë, pa ja treguar tjetrit dhe pa ja bërë në dijeni që unë të bëra këtë të mirën, bëja për hir të Zotit të gjithësisë. Dhe Imam Sadiku na mëson se vepra më e pastër është ajo që bëhet vetëm për hir të Allahut të Madhëruar.